Kryetari i opozitës Sali Berisha ka ndarë një mesazh urues për besimtarët shqiptar. Në urimin e tij nga katedralja e Kishës Ortodokse Autoqefale, kryedemokrati u bëri thirrje besimtarëve të festojnë me shpresë e besim. Berisha tha se kjo është një ditë e madhe, jo vetëm në historinë e krishtërimit, por edhe në historinë e qytetërimit botëror dhe qytetërimit perëndimor në veçanti. Shpreh urimet e mia, nderimin tim më të madh për kryepiskopin e Kishës Autoqefale shqiptare, bashkëpunëtorët e tij, besimtarët ortodoks në Shqipëri dhe kudo që janë. Kjo është një ditë e madhe në jo vetëm historinë e krishtërimit, por dhe në historinë e qytetërimit botëror dhe qytetërimit perëndimor në veçanti. Uroj çdo shqiptar që të ditë ta festojë me besim dhe shpresë për krishtinje më të mira vitin e ardhshëm. Të gëzuar.